Vuani nga pagjumësia, merrni këto dy përbërës para se të flini dhe shikoni rezultatin në mëngjes. Pagjumësia mund të krijojë shumë probleme. Shumë njerëz kanë vështirësi të bien në gjumë gjatë natës. Ky është një problem i zakonshëm kryesisht që mund të vijë edhe për shkak të stresit të vazhdueshëm. Mungesa e gjumit ndikon jo vetëm në shëndetin tuaj, por gjithashtu edhe në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të qenurit vazhdimisht i lodhur ju ul produktivitetin dhe shkakton edhe probleme serioze shëndetësore siç mund të jenë sëmundjet e zemrës, atak në zemër, gjithashtu arritmi kardiake, presioni i lartë i gjakut, goditje nga diabeti. Por teknika e frymëmarrjes mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatën tuaj emergjente dhe të ndihmojë gjithashtu në rast se vuani nga shqetësimet e pagjumësisë. Teknika quhet 4-7-8. Për fillim, prekni qelzën tuaj me majën e gjuhës dhe mbajini gjuhën aty përgjatë gjithë ushtrimit. Më pas, nxirreni plotësisht duke zbrazur mushkëritë. Mbylleni gojën dhe merrni frymë përmes hundës, duke numëruar deri në 4. Mbajini frymën për 7 sekonda dhe më pas merrni ajër nga goja duke numëruar deri në 8. Përsëriteni të gjithë procedurën 4 herë. Doktor Andrew Weil rekomandon kryerjen e kësaj teknike për të paktën 2 netë me radhë, me 4 përsëritje secila. Pas muajit të parë do të merrni edhe një rritje me 8 përsëritje. Pas 2 ose më shumë muajsh, në trupin tuaj do të ndjeni ndryshimet parësore. Kjo teknikë do të reduktojë rrahjet e zemrës, do të ulë presionin e gjakut dhe do të përmirësojë tretjen tuaj, citoi eksperti. Teknika 4-7-8 gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të stresit gjatë ditës. Për të mos pasur më shumë probleme të tilla, duhet të tregoheni edhe më të kujdesshëm me aktivitetet tuaja në mbrëmje dhe mënyrën se si ushqeheni. Të gjithë prej nesh kemi kaluar shumë orë dhe net pa gjumë të shqetësuar për orën që kalon ngadalë dhe problemet që mund të na kanosen si pasojë e gjumit të pakët. Pagjumësia është e keqe jo vetëm për shëndetin tuaj fizik, por edhe për atë mendor. Sipas ekspertëve të Healthline, pagjumësia mund të shkaktohet nga disa medikamente që mund të përdorni, sidomos ato të cilat i merrni kundër dhimbjeve, ilaçet për zemrën, tensionin e lartë të gjakut e të tjera. Këto ilaçe mund të nxisin gjithashtu edhe një nevojë më të madhe për të rritur nivelet e tensionit në trup, duke nxitur urinimin, ankthin dhe problemet e ngjashme. Recetat bimore kundër pagjumësisë janë në vërtet të shumta, por jo të gjitha funksionojnë. Në këtë video, sipas Sleep Speaker, do të mësoni disa receta të thjeshta kundër pagjumësisë, të cilat mund t'ju ndihmojnë dukshëm në këtë aspekt dhe të ndihmojnë gjithashtu të arrini një gjumë më të qetë dhe më të rehatshëm në mbrëmje. Çaji i bananes është një ndihmë shumë e mirë kundër problemeve të pagjumësisë. Kjo recetë organike mund të bëjë mrekulli të mira për sistemin imunitar dhe për gjumin. Bananet, përveç se janë të mira, ato janë të pasura gjithashtu edhe me kalium dhe magnez. Ky i fundi do të shmangë çrregullimet e gjumit dhe do të relaksojë më mirë muskujt tuaj. Magnezi është një nga mineralet më të mira që mund të qetësojë edhe mendjen. Çaji përgatitet në vetëm 10 minuta dhe mund të pihet çdo mbrëmje përpara gjumit. Përbërësit e këtij çaji janë një banane, një çajnik dhe një lugë me kanellë. Përgatitja e çajit me banane mund të bëhet fare thjesht në dietat tuaja ditore. Prini bishtat dhe majën e bananes dhe vendosni atë me gjithë lëkurë në ujë për të vluar. E lini të ziejnë për të paktën 10 minuta. Përdorni një kulluese dhe hidheni çajin në një filxhan. Nëse dëshironi mund të shtoni kanellë dhe ta pini atë një orë përpara gjumit. Kështu do të ndihmoni trupin tuaj të jetë më i relaksuar dhe të ndihmoni veten kundër pagjumësisë. Nëse shqetësoheni për shijen, nuk ka arsye, sepse ky çaj i ngrohtë është i shijshëm dhe ka veti mjaft të mira në dobi të shëndetit tuaj. Varësia e ilaçeve mund të jetë më e madhe nëse i përdorni ato për një kohë të gjatë. Ilaçet e gjumit mund të krijojnë shqetësime dhe efekte hipnoze,
por pavarësisht se mund t'i merrni ato nëse i përdorni për një kohë vërtet të gjatë, do të fillojnë të shfaqen problemet e para. Prandaj në vend që t'i drejtoheni menjëherë medikamenteve të caktuara, drejtohuni te produktet natyrale, të cilat do ju ndihmojnë dukshëm në një qetësim më të mirë të gjumit dhe të evitoni gjithashtu problemet që sjell pagjumësia. Sipas Sleep Speaker, përveç këtyre recetave mund të konsumoni më shumë produkte natyrale, siç janë edhe qershit. Konsumi një gote me lëng qershie ose disa kokra qershi çdo ditë sigurisht që do ju ndihmojnë dukshëm në qetësimin e trupit dhe gjithashtu në sigurinë më të mirë të gjumit, të cilat janë burimet kryesore të melatoninës që ofron vetë natyra. Melatonina njihet si hormoni i gjumit. Ajo lind edhe nga shëndrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndiheni më të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që, kur ju fillojnë edhe hapat e para të cilësisë së dobët të pagjumësisë, atëherë mund të ndërmerrni hapat bazë për të ndihmuar organizmin në betejën kundër shqetësimeve që sjell pagjumësia. Sipas ekspertëve, shtimi i qershive dhe lëngut të qershive çdo mbrëmje mund të sigurojë gjumin tuaj që të vijë më herët dhe t'ju mbajë në gjumë për më shumë se 84 minuta, citon Sleep Speaker. Prandaj, përdorimi i këtyre teknikave mund të ndihmojë gjithashtu në një gjumë më të mirë në mbrëmje. Edhe qiqërat janë një ndihmë shumë e mirë fitimprurse për organizmin tuaj. Qiqërat janë një zëdhënëse shumë e mirë e vitaminës B6. Kjo kërkon nga trupi juaj mënyra dhe gjendje të ndryshme të prodhojë melatoninën. Qiqërave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsosura edhe për një mbrëmje më të mirë dhe më të qetë dhe duke nxitur gjithashtu cilësinë tuaj më të mirë të gjumit. Në dietën tuaj mos nguroni të shtoni edhe drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë thjesht integrale mund të vijë në ndihmë shëndetit tuaj dhe të mbajë larg problemet që sjell pagjumësia. Dihet se ushqimet me drithë integral që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu nivele shumë të mira të magnezit. Studime të tjera tregojnë se efektet e magnezit mund të nxisin gjumin më cilësor në mbrëmjen tuaj, duke ju ndihmuar sidomos në këto situata të vështira ku gjumi është vështirë që të arrihet. Produkte të tilla me drithra integrale janë një recetë vërtet mrekulluese, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi që do të nxisin një reduktim më të mirë të çlirimeve të hormonit të stresit. Si alternativë të bukës së bardhë mund të përdorni gjithashtu bollgurin ose produktet e ngjashme. Produktet e qumshtit, të kombinuara si duhet në mbrëmje, mund të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë për cilësinë e gjumit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyrat e ndryshme. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të kthehet në mikun tuaj më të mirë. Ai përmban gjithashtu nivele shumë të mira të tripofanit, element të këto të cilët do të ndikojnë pozitivisht në cilësinë tuaj të gjumit, duke ndihmuar trupin të prodhojë më shumë serotonin. Serotonina është një përzgjedhje shumë e mirë që ndihmon edhe në nxitjen e hormonit tuaj të lumturisë dhe pengon atë të bezdisshëm që mund t'ju krijojë edhe probleme në mbrëmje me pagjumësinë. Serotonina është e nevojshme për të prodhuar melatoninën. Frutat e thata gjithashtu mund të jenë një ndihmë shumë e mirë në cilësinë tuaj të gjumit. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit mund të jenë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë gjithashtu aminoacide esenciale si triptofan. Nëse dëshironi të përfitoni dy fish, mund t'i kombinoni ato gjithashtu të dyja. Për shembull, mund të përzieni frutat e thata me kosi natyral, përveç efekteve që nxisin gjumin, keni edhe një ushqim të shijshëm në mbrëmje. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithmonë e keqe për trupin, nuk është duke u marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrnat e shëndetshme që gjenden te frutat e thata, perimet dhe fruta në përgjithësi nuk janë as pak të dëmshme, por pjesë e rëndësishme e dietës së ekuilibruar. Nëse gjendja juaj është e vështirë të trajtohet me këto receta natyrale, drejtohuni menjëherë tek mjeku për të marrë trajtimet e specializuar. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.